Nuk ka pasur asnjë dilemë që Sali Berisha e ka trajtuar historikisht Partinë Demokratike si pronë dhe si biznes familjar. Ai nuk ka lënë asnjë moment pa e treguar me vepra dhe vendime një gjë të tillë. Të njëjtën gjë konfirmoi edhe me mbështetjen që i dha ish aktorit të Portokallis Florian Binajt për Bashkinë e Tiranës. Binaj, sot rrogtari i televizionit të djalit të Berishës, u hodh në garën e kandidatëve kur aty dolën emra serioz dhe me mbështetje nga shoqëria civile si Hasimja, Haçkaj apo Çepani. Kur u pa se kandidatura të tilla po priteshin shumë mirë nga shoqëria përtej strukturave të Partisë Demokratike, me sa duket, djali i Sali Berishës nxorri nga mëngët xholin e tij duke mos lejuar askënd tjetër t'i afrohet pronës familjare, të trashëguar tashmë biologjikisht edhe pas largimit politik në të ardhmen nga ana e Berishës. Që një aktor humori të kandidojë për zgjedhje nuk është ndonjë gjë e keqe për shoqërinë, por e gjithë mënyra e të vepruarit të opozitës është e qartë se ajo nuk heq dorë nga hile të vogla, kështu që ajo nuk mund të bëhet asnjëherë e madhe dhe alternativë. Do të ngelet ashtu në shërbim të një familjeje apo të një grupi të vogël shoqëror, por asnjëherë nuk do të shndërrohet në përfaqësuese të shoqërisë shqiptare.